Mjeku çudit botën jap se duhet të hanë një vezë çdo ditë. Konsumimi i vezëve ka kaluar nëpër debate të shumta viteve të fundit. Si fillim sugjerohej të konsumohej shpesh, por më pas filluan shqetësimet nga niveli i kolesterolit. Ka shumë mënyra se si një vezë mund të konsumohet, por e rëndësishme është që të konsumohet çdo ditë. Veza do të rritë nivelin e energjisë tuaj dhe sigurisht ajo do t'ju ndihmoj edhe në rritjen e flokëve, do të përmirësoj shikimin. Keni një rrezik më të ulët për të prekur nga sëmundjet e zemrës, fuqizon funksionet e trurit, ju rrit nivelin e kolesterolit të mirë në trup dhe mund të merrni më shumë proteina të nevojshme për dietën tuaj të përditshme. Lëkura juaj do të jetë më e mbrojtur ndaj diellit dhe tani ju mbetet vetëm të mësoni receta të reja gatimi.